Policia e Tiranës ka finalizuar një tjetër rast të ndërtimit pa leje në kryeqytet, duke arrestuar një 57 vjeçar që kishte ngritur një objekt të paligjshëm mbi terracën e një pallati në rrugën Frederik Shiroka. Sipas njoftimit zyrtar, shërbimet e Komisariatit Policisë numër 2 kanë ndërhyrë pas informacioneve operative se në një kompleks banimi ishte zaptuar hapësira e përbashkët dhe ishte ndërtuar një strukturë pa leje. Nga verifikimet në terren, është konstatuar se shtetasi SS kishte shfrytzuar tanacën e pallatit për të ngritur një objekt banimi pa asnjë leje ndërtimi nga autoritetet përkatëse. Menjëherë pas konstatimit, ai është arrestuar në flagrancë nga specialistët për hetimin e krimeve, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për veprën penale ndërtimi i paligjshëm. Rasti rikthen në vëmendjen fenomenin e ndërhyrjeve të paautorizuara në hapësirat e përbashkëta të pallateve në Tiranë, ku shpesh mungesa e kontrollit dhe zbatimit të ligjit sjell konflikte dhe ndërtime informale edhe në zemër të qytetit. Por shqetësimi nuk është vetëm ndërtimi pa leje, por inekzistenca e shtetit. Ku ishte inspektoriati i mbrojtjes së territorit gjatë gjithë kësaj kohe? Apo duhet të dyshojmë se dikush është paguar në dorë?